Sot eklipsi pjesëshëm diellor, njerëzit në hemisferën veriore shijojnë shfaqjen qiellore. Njerëzit në të gjithë hemisferën verior janë mbledhur për të kapur një paraqitje të shkurtër të eklipsit të pjesëshëm diellor. Eklipsi arrin kulmin në Londër rreth orës 11 të së shtunës dhe ishte i dukshëm në disa pjesë të Britanisë së Madhe nga ora 10 deri në mesditë. Fenomeni ndodh kur hëna kalon midis diellit dhe tokës. Megjithse të treja nuk janë plotësisht në linjë, vetëm 30-40% e diellit u errësua kur shihej nga Mbretëria e Bashkuar. Ekspertët e qiellit nëpër një zonë të gjerë të hemisferës veriore patën një shans për të parë hënën që duket se po merr një pickim nga dielli, ndërsa eklipsi përfshiu nga Kanada e Lindore në Siberi. Eklipsi pjesëshëm, i cili është i pari vitit dhe i 17 i këtij shekulli, zgjat rreth 4 orë nga ora 8:50 deri në orën 12:43. Eklipsi tjetër i pjesëshëm diellor i dukshëm në Mbretërinë e Bashkuar do të jetë në gusht 2026, i cili pritet të arrijë 90% të errësirës. Megjithatë, do të jetë i dukshëm si një eklips diellor total në pjesën më të madhe të Europës, duke përfshirë pjesë të Spanjës. Eklipsi tjetër total diellor i dukshëm nga Britania e Madhe është në vitin 2090.